Në një pjesë të shëtitores të lumit Krena, ekipi ynë ka siguruar disa pamjet që tregojnë për dëmtime të shtyllave të ndriçimit publik. Në pamjet e siguruara nga kamera e televizionit Syri, shihen disa shtylla të dëmtuara dhe të shtyera me forcë, ndërsa pjesa e xhamit në disa raste janë të thyera e në raste të tjera mungojnë plotësisht. Këto veprime jo vetëm që dëmtojnë infrastrukturën publike, por njëkohësisht krijojnë edhe një pamje jo të mirë. Dëmtimi i ndriçimit publik në këtë pjesë të shëtitores mund të sjellë vështirësi gjatë orëve të mbrëmjes, sidomos tani kur moti ka filluar të përmirësohet dhe qytetarët frekuentojnë më shumë këtë zonë për shëtitje. Ndërkohë, pritet që autoritetet përgjegjëse të ndërmarrin masa për riparimin e dëmeve dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.